kur ka ndru jetë shoqja ime e klasës, shkollës fillore, edhe unë isha kujdestare atë ditë, më ftun për me pa një pacient të lëmis time, edhe duke shku në korridor më pyeti dikush, mos rastisht e nje këtë paciente, se nuk po mundem një gjetë familjen, do më thonë se do më thonë personit me cilin ishte ajo, do më thonë e shoqëruar, ajo ishte pa vetdije, edhe kur futa aty, veç e pash pasheja jetë, ajo ka qenë një, do më thonë një rast që asnjëherë nuk më i me harru, edhe gjithmonë më ka bre, do më thonë ta njëtën, pse qëllova unë aty me pa atë ngjarje. Mirë po, ballafaqohemi vazhdimisht me gjanat të ndryshme, kështu që momente që si zgjedhim thjesht përfshihemi edhe buhemi pjesë aty në situata. Ma përmend edhe babin, biles më kanë thonë mos e pyet shumë për babin se mënyrë fillon e çon. Thash po. Je bo më e furtë. Thash kur keq ka flet edhe ndihesh krenar për një person, atëherë edhe po të çoj, le të jenë lot gëzimit paktën, krenarie. Të ka mësuar më shumë për mjekësinë babi apo për jetën? Nuk mundë me thonë se shumë për mjekësin kemi bisedu me babin, edhe pse gjithmonë ka qenë pranë meje, mirë po në atë aspektin që me ardhë ose me pa une ku po i përfundoj studimet ose çka po bëj, ose gjitha ata profesor të me, për shembull, baba jemi ka pas shok, mirë po asnjëherë nuk ka ardhë ose me taku dikon, ose ata faktikisht as nuk e kanë ditë, unë e vajza e kujt jam. Ka dashur ti me pasën. Gjithmonë më kalon, ato deshta ta them se gjithmonë më kalon që unë me bo zgjidhjen, edhe pse ai nga mrapa gjithmonë më ka shty, gjithmonë më ka përkra, gjithmonë e ka pranu zgjidhjen time për gjithçka. Edhe normalisht që edhe unë një mundu që me bo krenar me çdo zgjidhje time që e kam bo deri tash. Edhe nuk e dyshoj që ka ndodhur kjo. Po të kursejmë, jo palot. Palot është një pjesë tjetër që tash dua ta diskutoj. Normalisht do të përfitoj prej rastit duke pas edhe profesionistet fushës të marr pak opinionin tënd. Kjo për kirurgjinë plastike kur folet sidomos në masë madhe, folet për ato raste që shihen, pra që janë më prezente në masë, edhe një prej temave të diskutueshme është kjo. Është bo tepër, është bo ballë, cili është mendimi i ju, jeni një profesioniste? Po, mendimi jam është që... Kur është tepër? Tepër është sa herë e kalon, do më thonë, vijat e tua, sa herë ti shëndrosh në një person tjetër, atëherë është tepër. Gjithmonë një fytyrë e bukur është kur dallon prej tjetrës, se cili njeri do të me dallu prej tjetrit. Vetëm binjakt, trenjakt, ata do të me qenë njëtë, edhe ata nuk janë identik të njëtë. Për atë arsye, gjithmonë do të me qëndru besnik, do më thonë fizionomisë tuaj, me disa ndryshime të vogla, edhe unë për vete, i kam bë disa ndryshime shumë të vogla, mirë po... Amador profesioniste, nuk po arri me dallu të paktën çka. Ajo është profesionalizmi. Kjo është profesionalizmi.